Është një mbrëmje e ftohtë nëntori, sot në 28 nëntor, komuniteti i grave dhe i zonjave profesioniste shqiptare të Firences kanë organizuar një takim me fëmijët e këtij komuniteti pikërisht për festat e nëntorit. Unë jam në Biblioteka della Oblate, e cila është 5 minuta në këmbë nga Duomo i Firences, që duket shumë bukur këtu pas meje. Dhe sot unë do të shkoj atje dhe do të ndjek këtë takim me disa nga fëmijët të cilët do të recitojnë dhe do të flasin në gjuhën shqipe. Ata janë fëmijë që disa prej tyre kanë lindur këtu, por e kanë ruajtur gjuhën shqipe dhe sot në 28 nëntor duan të bëjnë këtë përshëndetje të vogël dhe këtë takim të komunitetit të tyre nga Firenze. Ishte motra Adriana, apo jo? Po. Ku e keni mësuar gjuhën shqipe? Unë e mësua gjuhën shqipe në Shqipëri, sepse unë banova ndej, kam qenë ndej për 5 vjet. Dhe mësova ndej, me njerëzit që unë e kisha ndej e bëra në shkolla e vogël, dhe pastaj duke folur me njerëz, duke dëgjuar, duke rritur. Duke jetuar. Duke jetuar andej unë e mësova. Keni shërbyer diku? Më fal? Keni shërbyer diku, keni ndihmuar? Në jugut e Shqipërisë. Në jug? Në jug, po. Në një fshat i vogël që ka emër Babice Madhe. Po, Babice Madhe. Afër Vlorës. E kemi një shtëpi e motrave, një mision andej, si kisha katolike. Ndërkohë ju tani banoni këtu në Firenze, apo jo? Po, unë tani jam këtu në Firenze, sepse në jeta jonë ndonjëherë është në lëvizje. Vend ku ne banojmë. Po prandaj unë kisha nevojë për të kthyer këtu në Itali, se unë jam italiane si origine dhe erdha këtu. Vërtet me çik mali për Shqipërinë në zemër. Të pëlqen Shqipëria? Po, në fillim nuk është shumë e thjeshtë për mua të futur brenda kulture, të mësuar gjuhën, se ju e dini që ne italianë jemi e kemi disa fjalë, disa zënë që janë krejt të ndryshme nga gjuhën shqipe, por pastaj sipas meje është tani vërtet për mua është një vend e zemrës. Si e morë vesh për këtë aktivitetin sot? Jo, vërtet unë isha duke kërkuar në liber këtu mbrapa dhe dëgjova tonja që po flisnin shqip. Po flisnin në shqip dhe dëgjova e kuptova shqip në Firenze, po si shtë mundi. Dhe prandaj më kam ftuar në këtë takim dhe vërtet me shumë kënaqësi. Këto 2 ditë ishin festat e pavarësisë së Shqipërisë dhe festa e flamurit ditën e djeshme. Ke ndonjë mesazh zemre, ndonjë urim për të gjithë shqiptarët në Itali apo në Shqipëri, kudo që janë? Po, gëzuara festë e flamurit, unë banova afër Vlorës, prandaj Vlorës së flamurit. Po, dhe zbulova që flamuri që ju e keni ka një kuptim shumë të thellë. Prandaj ju uroj që ju mund të si është në të vjen tani fjalën në shqip, mund të zbuloni ndoshta në tërësi domethënien e atë flamuri që kemi. Të zbulojmë në thellësi domethënien e vërtet të atij flamuri që kemi. Kur papa Zon pali dytu më duket që janë ndej ka thënë që Shqiponia që ju e keni në flamuri ishte për të duar lartë. Prandaj në çdo vend e botës ku ju jeni, ju uroj që ju mund të futuroni.